Kërkohet visar Shunda, vjeç 28. Organizator I rrezikshëm aksion është një nga krerët e komunistëve. Ata që I strehojnë dhe ata që nuk denoncojnë, do të dënohen rënd. Kërkohet Visar Shundo, komunist I rrezikshëm, vjeç 28, organizator aksionesh subversive. Ata që e strehojnë dhe ata që nuk e denoncojnë, do të dënohen rënd. Kush sjell informata për këtë person, do të shpërblet me 100 franka. Tövbe estağfurullah. Lëre portën hapur se do të vi. Po bën 6 muaj që nuk e kam parë në sy. Rrezik më kalon dhe pranë, dhe nuk më flet. Ai më sheh, por unë nuk e njoh. Ai e nxjerr mallin. Ku ha? Ku pi, ku fle? E ndjekin, duan të zënë, të burgosin dhe të vrasin. Të gjitha këto i di,
Por unë jam nëna dhe më ndiqet shpirti. Të thashë do të vinte? Kemi gjithë ditën që të kërkojmë. E di ju pash, Po na kish marrë mend. edhe mu. Mos më shaj, nuk vjetët. Kujtova mos kishtë në një hajtë. Bëni burra. Bëni dhe punë të mëdha. Po nëna t'i harroni. Jo. Nuk e dini si na dridhet zemra për ju. Ti s'ka falu kur kështu. As kur isha në burg. Asë nuk e ti. Ka maroria. U lutash. Shumë e lodhur. Vëti gjatë flenjë natë në shtëpi. Kur ka ardhur? S'ka një orë. As drejt nuk ka ngrënë. Zgjoj. Jo, se shqyna. Zgjoj se do t'a zenë. Të flerë dhe pak. Me erdhe në furë, prite si kur kanë ardhur dhe këtu. Zgjoj. Visar. Visar. Zgjoj. S'ka si gjumë i shtëpis. Mirë, mirë. Qau. As në dasëm nuk do të vish? Mos do t'a bësh dasmën me spionët që më ndjekin. Dhe mos u vish me të barta. Jemi në luftë. Mirë, mirë, mos ta mëso neve ti, po shikove të ndëndën. Se po të kapën, e të varën mes pazarit. E mjera unë. E pas ke lezuar proklamatën. Që ke vënë kokën në rrezik, kjo dihet mardjal. Po të paktën mendo për këtë? Nëna është e fortë, duron. Është mësuar me mua. Ty të kam lënë vetëm në furë. Mua mos ma qaj allin. E mjaftë, e mjaftë. Mjaftë. Hajde se prapë të vi. Të lumë që në dorë dhe i. Ai, çunat e nënës u boftë mirë. Na bëftë mirë. Nuk rritë të përë. Jam komunist dhe nuk duhet të bajë rezervë. Kam një merak të madh. Nuk kuptoni drejtë. Nuk e kam fjallën për vetë. Por se si më duket. Ne po hymë në një fazë të re të luftës, të rëndësishme. Dhe në udhëheqje të partisë kërkohen ata që kanë lënë lesht e kokës mbi teorinë e marksizmit dhe të revolucionit. Ti kujtim je i përgatitur dhe unë nuk kam ndonjë objeksion. Kam dëgjuar këto gjëra nga xhepi dhe qorri. Nuk ka rëndësi nga e ke dëgjuar ti. Ka rëndësi, se këto pikpamje na sjellin përçarjen. Nuk është përçarje, të thuash të vërtetë. Na vore kufi të vërtetën. E vërtetë e partisë është një. Dhe atë duhet ta zbatojmë gjithë. Unë nuk kam lënë ndonjë detyrë pa kryer.
Po për hir të unitetit, mos duhet të mbyllim syt dhe aq më keq gojën. Ti mendon se ne kemi formuar një parti ku kërkohet të mbyllim syt? E ca më keq gojën. Ju po më keq kuptoni, nuk e kam fjalën për vete. Unë them për ty, Visar, që nga më kryesorët e grupit tonë. Të them të drejtën, më vjen keq edhe nuk e prisja që ti të mos zgjidhesh. Dëgjoj këtu. Tani s'ka grupe, por parti. Dhe në parti njeriu nuk hyn për të zënë poste. Sa për mua, deri më i madh është që jam komunist. Dhe ti që më nje, duhet ta dish këtë. Luciana, venite qua. Sì, mamma. Mas gjysmore mina do të përcasë. Ju lumt. Unë pash fëmijë në bo. Është një familje që banon ndërtesën e radios. Po pse s'na ke thënë? Është familje italiane. E pastaj? Nuk e quajtet nevojshme. Në fundi italianë janë armiq. Qohu tani dhe hiqe minë. Shoku Visar. Nuk du asnjë shpjegim. Po ne kemi kohë që përgatitemi. Ishte me rrezik të madh. Ju vetë për anullimin do të përgjigjem unë para qarkullit. Po edhe ti që desh na futën qersokak. Nuk e kuptoj se çfarë keni me mua, shoku Visar. Nuk nisu. Ky është urdhër. Çfarë ka ndodhur, Visar? Asgjë. Motra trashëgohet. Lufta vërtet është luftë, por edhe gëzimet nuk do t'i falim dushmanit. Ke drejt. Ma bëra qefin. Gëzuar. Gati? Mos të vis. Beshte. Shikohesh keqe. Të trashëgohesh.
Njohja e partisë tonë nga Kominterni, më tha Tarasi, është me rëndësi të madhe për ne. Kjo është detyra më me përgjegjësi që më është ngarkuar ndonjëherë. Mos merr asgjë të shkruar me vete nga porositë që t'u dhanë. Është rrugë e gjatë dhe me rrezik. I kam të shkruara këtu. Si ka thënë Ane kur ka përzeu kufirin. Zotrin doganier, mos më kontrolloni. Ato që kërkoni ju i kam në kokë. Sot sikur s'mbesohet që bota është në luftë. Dhe gjithë do të ndahemi s'mbesohet. Kush e di kur do të takohemi sërish. Ç'ke kështu? Nuk e di. E kanë fajin lulet e qershisë. Poezia që kam shkruar për ty kur ishim të përgosur në Preshna. Ja dhe pasaporto. Tani do të quhesh Bato Morati. Këtë do ta marr me vete. Sa po të kthehesh në Shqipëri, na njoftosh për gjithçka. Si deleguar i Komitetit Qendror për Shkodrën, besoj se do ta ndrosh gjendjen që është krijuar atje. Mos haro autokritikën që bën shokët e Shkodrës dhe porositë që dha Tarasin aktiv. Mirupafshim. Egjës. Kaq. Të kam në vete. Gjithë barat kanë ty. Më lodh puna mua, jo. Me lodhin navet. Shokët falënderojnë për bukët që u dërgonë në pesë. Pse? Që më kujton ti mu? Jam që në kone Leninit unë. Ktheu tash. Jo e burr. Nuk bëhesh me turp me mua, po ktheu. Unë e di pse nuk më ftove në kull. Mirë bane. Në bë me turp. Ashtu është. Patunët tona i shtrëngoj baraktarit, lidhni mbes. E të mos panoni mas një komunist e partizan në shtëpi. Kur kështu? S'ka 2 ditë. S'po marrë vesh. Pse doni me na i pushtjaun e rusin këtu? Te e thonë ata që janë bashku me italianët. Po ti duke se nuk i beson barektarit derisa më mban besë. Shka di vetë. Edhe besën po e shkel edhe me ty u bona me turp. Turpja është për ata që duan t'ja shesin Shqipërinë të huaj.
Jam Visari. Visari? Ja shpejt brenda, po të prisnim. Marko ka dalë me të kërku. Jo, nuk mundi do të brenda. Shiko si jam. Jam krimu në mora. Ana, po jepi një copë bukë, pse i hotu kështu? Visar, po si e ba kështu? Dhe në shpejt kazanin. Hajde. Erdi. Mark, që nga bërbur, po të shia në rrugë nuk do të një. Si e? Mirë. S'kemi në i tre. E peta këpret. Puna ime më tha. Nuk më duk njëri dyshim. Jo. Më mirë të talon. Preng. Nuk po mje. Ka i shpet marove. Pasha merën po. Ti qënge. Kisha allin ta me burë, pra ndaj të kam njek. Emren. Jo, nuk ban. E di që të prish punë. Po ku ke me shku tash? Nata ka rezikë. Nuk merët rruga e largët pa një mik t'il, o burë. Hajtë pasha me merë. Tirana nuk kemi lajme të mira. Nuk doja të të mërzit, por kujtimin e vranë. Kur? Ka 2 javë. Kanë arrestuar baban edhe vllain. Pse e the që tani? Më mirë mos e kisha thënë. Në luftë kemi hyrë me mendimin se edhe mund të vritim. S'ka rëndësi do t'jemi ne apo jo. Rëndësi ka të fitojmë. Jam komunist i pitë. Dhe deklaroj. Dhe deklaroj se vetëm dhe komunistët do të shpëtojmë mas të punëtorëve që sot ndodhet e shtypë. Jam i sigurt se vetëm ne komunistët do të shpëtojmë Shqipërinë. Lindur në pragu në një bote të ngujueme, rritur në gjiu në një shoqënie të frymëzueme prej dëshirash të ulta, zemrash të ngrime.
Kërkuam për bitë shtypun të mjerimit grushtin e ri, pranë grushtit tim të lidhur me zinxhir, që në Torin t'ja përplasin fliqësisa gallare, se nalt, o shoku im i prangave, horizonte nga dhënjyese na presin. Ne aprovojmë propozimin e grupit Korçës, që parashtroi shoku Enver Hoxha. Themelojmë Partinë Komuniste të Shqipërisë. Çdo diskutim dhe çdo konkluzion tani të bëhet me parti të formuar. I dashur Taras, sapo kam rritur në Shkodër, vrasja e kujtimit më i dhëroi pa mas. Këto situata të rënda do t'i ka përdzejmë me siguri. Misioni që më ngarkua për Komintern. Ai më rau karrierin të bet gati. Do të niset për Tiranë. Partia ka rënë në situatë vështirë pikërisht për shkak të dobësive në konspiracion. Kujtimi u vra. Arkivi i partisë u zbulua. Shumë shok u arrestuan. Disa komunistë tradhtuan. Nuk tradhtohen disa komunistë. Tradhtari kishte hyrë në radhët tona. Shok të arrestuar po qëndrojnë heroikisht. Nëse. Kush përgjigjet për të gjitha këto? Le të përgjigjen ata të Tiranës. Ne këtu në Shkodër nuk kemi pasur disfata të tilla. E për këtë duhet bëjmë autokritik? Nuk jam dakord. Këtu kleri dhe reakcioni shumë i fortë. E po të hapishim si thoni ju shuku bato, do të zinim syt në vend që të vinin vet ullat. Ju do ta shihni vetë se sa e vështirë është puna këtu në Shkodër. Shkodra është qyteti më ideal për punë ilegale. Unë e thash. Kam zbatuar direktivën që shokët ilegal të ruajnë konspiracionin. Pa konspiracion nuk mund të ketë luftë ilegale. Pa konspiracion nuk mund të ketë luftë ilegale. Por pa luftë nuk mund të ketë parti. Dhe në parti nuk mund të ketë njerëz që koka atyre të udhimset më tepër se çështja e popullit. Prit. Ne të dëgjojmë gjithë natën. Dëgjoj ti shokët disa minuta. Këtu në Shkodër partia nuk ka qenë në atë nivel që kërkon luftë. Dhe përgjegjësi për këtë mbajmë të gjithë. Veçanërisht ti. Ti që në emër të konspiracionit na këshilloje që të mos hapeshim në popull, si në qytet ashtu dhe në fshat. Ti na fute frymën e sektarizmit në qarkor. Dhe u ke fryrë besimeve fetare duke i parë me mosbesim të rinjtë që vinin nga familjet katolike. Si është e mundur që ka munguar informacioni për Komitetin Qendror? Apo edhe kjo për hir të konspiracionit? Komiteti Qendror ju ka trequr disa herë vretin. Jo vetëm për këto, por edhe për plagështinë që keni patur si qarkor. Ti shoku Musaj që në sukses që në Shkodër nuk ka patur reprezalje, që se janë kapur shokës në Tiranë. Kjo nuk se vërtet. Reprezalje ka patur dhe s'ka si tjetë ndryshe. Me këto që thua ti mohon luftën dhe justifikon frikën. Dhe akoma më keq kur do pësit e tua i mbulon me sulmet që u bën shokëve, që lufton jo vetëm Tiranë, por kudo, dhe të gjithë Shqipërinë. Unë propozoj që shoku Musa të përjashtohet nga qarkori. Dhe të shkoj bashkë me shokët që janë caktuar për shtimin e batalionit. Kush është dakord me propozimin e shokëve? E shikon atë të shëndoshi.
Spion italianëve që më 1920. Ka vrarë Salinovicën. Saliu ka qenë antar i Komitetit Kombëtar për mbrojtjen e Kosovës. Kjo ka qenë konsullata italiane. Këtu e vranë Salinovicën. Këtu do ta vrasim edhe ne. Që kriminalët e popullit ta marrin vesh. Që aty ku ka vrarë të vrasin. Ke qelluar ndonjëherë? Jo. Nuk do t'jesh vetëm. Mark! Mark! Mark. Mos u bëni merak po të vëna në darkë. I thuaj nënës mund të ri nga Niku sot. Kujdes, Mark. Në di ku do të shkosh ti. Po të ndodhi gjë, nëna s'do të uroj dot. Asgjë s'ka për të ndodhur. Syt marr har. Mark, hajde shpejt, Mark. Zito! Ne mund t'ju vrisim edhe juve. Unë kam pritur gjithë të ditë që të më thërisin dhe të më dënonin. Nda i thash edhe Nikot që të takohemi. Për fajin tim u rrezikuan shokët. U rrezikuat ju shoku patën. Unë u tregova frikacak. Ke disa ditë që nuk shkon në shtëpi. Në shtëpi nuk do të vete kur. Pse? Mos ta ka fajin nëna? Apo shtëpia? Ju mbase nuk e dini, po ata më kam bërë. Dëgjoj këtu. Nuk kam shumë kohë. Do të vish me mua dhe do të shkojmë drejt në shtëpi. Jam me biçikletë, shoku Bato. Dhe do t'i kërkosh të falu nënës. Shoku Bato. Dhe po që se do të këmbesh ndonjë fjalë me nënën. Ne e mërgjoj ata shpërsis që duhet këtë njeriu i luftës. Do të përgjigjesh para me.
Akuza më e poshtër që na bën armiqt është si ku ne komunistët duam të prishim familjen. Të prishim familjen dhe të shkatrojmë atë. Këto pikpamje trotskiste të grupit të trinjve, partia e ka dënuar me kohë. Dhe sa për mua që kam ikur nga shtëpia, dije se do t'jepje gjithçka që të kisha fatin tënd. Të shkoja në shtëpi tek nëna. Dhe të flija një natë vetë me aty. Më falë, shoku Bata. Hajde. Aty janë po hanë drek. I presim përpara. Nga njerë më duke se gjithë jetën kam qenë në luftë. Edhe para 39-s në luftë kemi qenë. Përse e ndrove vendimin? Ne mund të bënim edhe vetë. Ky aksion ka rëndësi të madhe. Është urdhër nga Komiteti Qendror. Reaksioni kërkon të formojë ushtri të rregull në Kosovë. Ke marrë një lajm në shtëpi? Jo. Nuk e din se ku jam. Para një muaji dikush u kishte thënë që isha vrarë. Kush e di sa është gëzuar nëna kur ka marrë vesh që jam gjatë. Për ta ke lindur përsëri. Po sigur të ke nduruar mendjen. Nuk ka mundësi. Këtej duhet të kaloj. Veç nuk ka pëlqyer vera. Pastaj informata është e sigurt. Mbaje makinën. Shiko që po ndodh atje. Se e keni bllokuar rrugën. Përsëri atentat. Unë e di kush e organizon këto. Kush? Visar Shunda e quajnë. Jo, nuk është ai. Është Bato Morati. Po thonë që Bato është vetë Visari. As nëna e vetë se ka njohur në Tiranë. Ai dhe emrin e ndron shpesh. Prandaj se kapin dot. Kam vrarë dy oficer madhor. Thonë se do të shkonin në Kosovë për të organizuar aksionin. Tani sa i sodën. Ju lëm të atyre djeve. Pas kam bërë një punë të mirë. Më fal. Kujtova se nuk e di.
Në qoftë se nuk më aktivizon dhe mua, ta dish se do futa murgesh. Murgesh? Mos u lut për mua. Se du pash më pash t'i bëj ferit. Unë dhe ti murgesh, dy skaje po ti militari, të cilin dy tabore janë ngrej njëri tjetër. Lufta është e ashpër, e kush e di ku do dalë. Prandaj ngrehen litarët dhe përplasen njerëzit. Migjenin e kam patur shok. Po të shte gjallë me siguri do të ngjise shkallët dhe do të në thosh. E di se ku do ta kjo luftë. Kjo luftë që pa bëjmë ne, të bijtë e shekullit të ri. Të kujton se unë nuk e di? E di. E di që ti vetëm murgesh nuk bësh dot. Bëra shaka. Attenzione, attenzione. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato capo del governo. Kapituloj! Ana! Çka ndodhi? Shokupato, Italia kapituloi. Më në fund s'pëtuam. Te lajmëroj popytin tani Quisling. Është e sigurt Shokupato. E more të vesh. Nuk duhet kishit ardhur. Keni shkelur rregullat e konspiracionit. Nga gëzimi, Shokupato. Jo, gëzimi nuk duhet na verboj. Megjithatë rini të këmbejmë disa mendime. Ana, rri edhe ti. Nuk kemi ndonjë sekret. Kapitullimi i Italisë është një fitore e madhe për mbar njerëzimin, dhe sidomos për popullin tonë. Gjendja e re kërkon të ruajmë akoma më shumë bazat dhe teknikën. Të përfitojmë të mbledhim sa më shumë municion, ushqime dhe veshmbathje për batalionet dhe njësitet guerile. Po këto punë t'i bëjmë parën në sytë spionëve, se mund na dëmtojnë nesër. Porosia e partisë dhe komiteti qendror është të bëjmë çmos që ushtria e kapitulluar të mos bashkohet me gjermanët, të cilët me sa duket do të vinë shumë shpejt këtej. Ka kohë që ata kanë përqendruar trupa në zonat kufitare me vendin tonë. Janë lidhë me besë me ballin kombëtar, si e vetmi organizatë që mbron me të vërtet nacionalizmin. 99 qeta veprojnë në jug. Këtë do ta bëjmë edhe në malësit tona që janë djepi i nacionalizmit. Sa për ta shtuquajturin Front Nacional Çlirimtar, që s'është gjë tjetër veç vegël në duart e komunistëve, u a them me kompetencë, se populli nuk ka për ta ndjekë më. Zotëri, ka ardhur koha të japim fund vllavrasjeve që nxisin komunistët. Nuk është vonë që të gënjërit i vënë gishtin kokës e të shohin se kush mundohet e përpiqet për të mirën e kombit tonë. Pastaj, po t'ishte e drejt vija e frontit, me të do të bashkojë dhe Zajfundo, si vetmi komunisti sprovuar. Skifo! Skifo! Kush e lejoj t'hynit? Shpifje tu e, zoti Jusuf. Zajfundo është armik i shitur.
Dhe Partia Komuniste këto fundërina i ka hedhur në koshin e plerave. Balli Kombëtar është një organizat tradhtare që deri sot ka bashkëpunuar me fashizmin. Fjalët që thoni ju duan të përgatitin terrenin që nesër të bashkëpunoni edhe me gjermanët. Ata kanë deklaruar se këtu do t'jenë vetëm kalimtar. Për ç'nacionalizëm nacionalizëm mund të flisin ju, që u lidhet me fashizmin? Ne u përpoqëm që ushtria italiane të mos bënte terror, të mos shkatronte Shqipërinë, e cila nuk ishte në gjendje të përballonte luftën me një fuqi të madhe. Kurse ju, komunistët na vut zjarrin. Prej ju dogjën shumë fshatra dhe u vran shumë njerëz. E ç'po përfituat? Ja, Italia kapituloi. Kjo ditë do të vinte dhe ne e dinim. Keni drejt, zotë Jusuf. Ju e dini sepse ishit miqtë e tyre. Po unë s'kam dëgjuar që ushtrit pushtuese të kapitulojnë ndonjëherë nga miqësitë që tregojnë ndaj tyre tradhtarët e kombit. Këto janë shpifje. Ne nuk kemi tradhtar. Kurse ne jemi të bindur që okupatorët kapitulojnë nga gjaku i dëshmorëve. Ju shkoni puthuni me okupatorët. Ne po shkojmë në mal. Dhe le të shihemi bashkë përsëri. Kush jeni ju që më akuzoni? Visar Shundo. Oj! Halt! Vini re. Urdhëres e qarkomandantit të Gjandarmarisë, majorit Ndret Skola. Do të pushkatohen të gjithë ata që strehojnë njerëz të dyshimit, që mbajnë armë e municion dhe që nxisin terrorizmin. Vendoset përsëri gjendja e shtetërrethimit. Të gjitha lokalet publike, duke filluar nga dita e sotme, do të mbyllen në ora 19.
Ana. Po marrë vesh asgjë. Ana, kanë arrestuar Markun. Do të bëjmë smos që ta lirojmë. Nënës mos e thuaj gjë. Miropafshim. Çdo ringoll. Ke bashkëpunuar me italianët. Tani fillove me këta. Ne edhe mund të vrasim se e ke mbushur kupën. Para se të vinin gjermanët ka thënë se nuk do të përzihesh në punën tonë. Se do të merresh vetëm me mbajtjen e rendit publik. Ne kërkojmë të na ndihmosh. Gjermanët kanë arrestuar 2 shokët tanë. Do t'i përshkatojnë. Këtë se bëj dot. Janë në dorë të Gestapos. Vetë majori Hausling po merret me çështjen e tyre. Shkruaj urdhrin e lirimit. E pamundur. Do të presim deri në orën 5. Zarfin do ta dërgosh në kafe park. Po të lajmërosh Gestapon je dënuar me vdekje. Do të shkosh në batalion dhe do t'i thuash komandantit që sonde të bien gjermanëve në Vorps. Patjetër sonde. Ti do të kthehesh me njëherë. Në orën 5 do të vish te Kaça. Qartë. Më mirë ta kishin vrarë. Jam i bindur se ai do të janë kafe gjithë Gestapon. Aq më mirë. Të lumë titris. Këndë i shok në burë? Po. Mund të shkosh tani? Po t'isha me shërbim, po, por majori ka dhe në urdhër t'jemi gati gjithë në orën 4:30. Në mësimumat vi këtu. Janë alarmuar shumë për atë që batë në Terek. Më duke se majori shkoj të Austingu. Përpiqu të mos shkosh në operacion. Po që se rështjetu. Në orën 5 pres të kafe vogël ka Shqipburgut. Rrugët janë mbushur plot me gjerman. Ka filluar kontrolli. Mezi mund të vinja deri këtu. Do të nisesh për një vdekje. Edhe telegrami që të ka ardhur në Tiranë. Letrën do ta sigurosh mirë. A marrë më visar. Mirë në fillim, po dhe tash ti do bësh prova me mua? Më fal, po kam merak.
di kur gja, zotin Rec. Vallaj, unë s'jam marrë kur me politikë. Që pun kam unë me Visari? Se kam parë ndonjëherë. Këte e din ta në Shkodra. Drejtorisë së burgut këtu. Dy të rresurit e ditës sotme t'i dorëzohen patrullës gjermane, për hetimet e nevojshme. Qarë komandanti, majori Mrec Skola. Bet mirë qerët, me zi ju prisi që t'viket, se mi heqni qafe ato dy fuqi barodi, që kemi këtu në Biruc. Idris, me thirë kapterin e shërbimin dhe gardianin e burgut. Se u lanë qatin uri. Urdhëroni, ulluni. Qafira, pak e keni push shkatimin. Urdhëroni e merrni, zoti lejtnant. Haj! Haj! Tanush, më dhish shpejt Musajnë. Gjo, do të marrë shokët e plagosët dhe të qosh në Shkodër. Ne po mbajmë Gjermanët këtu. Për jetën e tyre përgjigjesh me kokë. Nisu shpejt. Mirë, do t'ishte të sillim një doktor këtu. Jo nuk mund të esin dot. Arif, ajo shtëpia atje është base sigurt. Do të takoni Can Kolon e do t'i thoni se vini nga ana ime. Unë po përpiqem të hyj në qytet. Nëse unë vonoj... Urdhër që të mos ndahen. Atë e di unë. Ju zbatoni urdhrat e mia. Nisuni. Kush është? Kush është? Jo, Jusuf, jo.
Ke shpëtuar mirë. Duro dhe pak. Qo pak të fashoj plagën. Jemi rritur bashkë. Kemi shkuar në një shkollë. E për hir të disa pikpamjeve të ndryshme, mos vallë duhet të vrasim njëri tjetrin. E shoh që nuk je dakord me mua. Po a mund të lija jashtë unë ty vetëm e vetëm pse je bërë komunist? Kam dëgjuar se je nga kryesorët e ballit. Ashtu si dhe ti? Ja, unë jam i thjesht. Ashtu? Si ka mundësi? Me që foli për bashkëpunimin, a mund të më ndihmosh? Pyetje është kjo? Kam lënë disa shok të plagosur. Janë partizan. Ashtu? Këtu në Shkodër? Duket që propaganda juaj kundër ballit të bën të mos më tregosh as mua. Si shokun ta besova veten. Po shokët, si mi beson? Si shok, si mjek, apo si njeri i ballit? Të trija bashkë, por edhe pse unë mendoj se duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin, le të jetë kjo një provë. Provë për mua? Jo. Prova e bashkëpunimit që duhet kemi me të gjithë shqiptarët pavarësisht nga pikpamjet tona. Shumë mirë the. Jam plotësisht dakord. Unë e kam thënë hapur se nderi i Shqipërisë e kërkon koalicionin. Qo tani të ham pak bukë. Hajde. Musa. Musa ishtë në malë. Prisni. Ju e dini, a i nuk është këtu. Ju duhet a dini këtë. Musa. Janë shokët e mi. Nuk ju njoh. Urdhoni brenda. Nuk kemi kohë. Të paktën të vishem. E kemi me ngut, mirë e kështu. Jo, nuk e lej. A ishtë i plagosur. është i smur, do të heq dorë nga lufta. Mjaft më. S'ka fuqi kështu. Nuk do të përzihemi me askënd. Lari budall dhe qete, mos përtit. Do të kthehem prap. Bato do të më pres. është drejt që ngeni kështu. Përse nuk më thoni, çfarë ka ndodhur? Silleni lart. Shoku Bato, batalioni u detyrua të tërhiqet dhe unë erdha që të gjeja mundësinë... Të dezertoje? Jo, unë erdha në qytet që të gjeja mundësinë për të futur në Shkodër pa i rrezikuar shokët. Në qytet do të hynim të gjithë. Forti na braktise. Nuk na braktisi, na traftoi. Unë erdha që të lidhesha me qarkorin. Pa ndihmën e tij nuk mund të futeshim dot këtu. Erdhe tek qarkori apo tek gruaja? Apo tek Zoti Jusuf? E shoqja tha se pas ka vendosur të heqë dorë nga lufta. Nuk është e vërtet. Ajo nuk digje, një sop grua është. Ju duhet të mbesoni mua.
Te zoti Jusuf shkova se shokët duhet të mjekoheshin. Unë vetë ishe i plagosur. Shoku Bato, ju më njini mirë. Këta janë të rinj dhe nuk i njojnë akoma meritat e mia. Meritat e tua. Gjithmonë ke menduar se meritat e tua partia do t'i shpërblenë, mos me poste, me tolerime. Po tolerime për tradhtim partia nuk do të bëj kurrë. Si shpjegohet që majori Ndrec bashkë me zotin Jusuf shkuar me xhandarët tamam te kulla, ku disa orë më parë ne troqëm shok të plagosur dhe i vunë zjarrin asaj pasi masakruan gjithë njerëzit e shtëpisë. Ti reshat ja akoma i rrite, nuk e kupton se tradhtia nuk lahet me asgjë. Prandaj mos u ngu të bësh akuza të tilla. Vërtet. Tradhtia nuk lahet me asgjë. A ke qenë tek zoti Jusuf? Po. Po e di që ish nga krerët e ballit. Dhe partia ka cilësuar tradhtar. Po, e kam pasur shok fëminie. Ashtu? I tregove për të plagosur? Jo! Po ti the se shkove te zoti Jusuf si mjek? Për të kërkuar ndihmën e tij për shok të plagosur? Po, ashtu thash po. Mua po më ndiqnin. Unë isha vetë i plagosur. Dhe s'kisha rrugë tjetër. Dhe sa po hyra në shtëpinë e tij e kuptova se nuk duhet kërkoja ndihmë. Ja kjo është e gjitha. Shoku Bato, duhet më besoni mua. Duhet më besoni mua dhe jo këtyre që janë akoma të rinj. Ti do të qëndrosh këtu derisa sqaron gjitha këto sa u thanë. Merre. Shoku Bato, nuk do të më jepni mundësi ta laj gabimin tim. Visar o birë, të kërkova në të gjitha bazat, po nuk të gjeta. Asnjëri nuk e dinte se ishe këtu. Apo ndoshta nuk deshin të më tregonin mua. U bëra merak për ty. Kalove mirë? Mire kalova mirë. Po shok ti takove? Takova të gjithë. Mbram fjetën shpinë tënde. Nenat ka dërguar gjom lesek. Më tha t'ja japish me dorën tënde dhe ta shikosh me sy kur ta haj. Ta dhanë shokën në një letër? Po si, prandaj do vënova. Për sa thash më sipër, ne duhet u japim ndihmën tonë partizanëve malazez, me armë dhe municione. Gjallërimi i luftës dhe forcimi i situatës politike në të gjithë vendin na shtojnë besimin në fitoren e sigurt. Reshat. Erdha. Shko në arkën e qarkorit dhe triq tollat që kemi aty. Partizanët malazez ndodhen në situatë të vështirë. Do të nisim me të dy. Këtu keni ushqime. Me ka dërguar nëna. Për besë, tani më kujtua. Shoku Visar. Nuk po mje. Më fal, nuk po të njoh. Kam ngrënë bukë të babai jot. Kam fjetur në shtëpinë tuaj. Por ti nuk i qenë atëherë në Tiranë. Të kam parë vetëm një herë në furrë, përpara se të arrestonin gjandarët të zogët. Erdha nga Elbasani e të thash duhet të bëhem komunist. Të kujtohet si mpyete. Po pse të bëhesh komunist? Kurse unë e humba, dhe s'dijes të thoshnja. Nuk më kujtohet. Kam qenë shumë i ri atëherë. I ri edhe tani. Si e ke plagën? Mirë. Do t'ju sjellim edhe një doktor. Kjo tregon se ai ishte frikacak. Kjo tregon se ai nuk ishte besim tek partia. Njerëz të tillë të dobët. Tradhtinë e mulën me vetvrasje. Aq më keq për të.
e dinim se ishit nisur. Nuk keni besim se do ta kryejmë vetë aksionin? Nuk e shikon se nuk po juja pas një këshill. Jam I sigurt që do ta kryeni mirë. Dhe Markut kësaj ere nuk do t'i dritet ora, ha? Sigurisht. Nuk do ta bëja dot rrugën të qetë, po të mos vija këtu t'u takoja. Megjithatë, mendjen dhe zemrën I kam këtu tek ju. Tani jam I lumtur. Ju mund të kryeni çdo detyrë partie. Sa do e vështirë tjetër. Miropafshim. Miropafshim. Vdekje fashizmit, liri popullit. Miropafshim, me kujdes. Rrugë të mbarë. Largoni shpejt. Hajde! Kush dyshohet ose ngjan me komunistin Visar Shundo të arrestohet me njëherë dhe të njoftohen komandat e vendit. Dyshohet se ai është autori kryesor në atentatin e kryer kundër majorit Ndret Skola. Ta paqim borxha pal. Lënë borxhin tim ti, por ruaj veten, se shumë gjandare gjerman kanë lvizur mbrapa këto anë. Atë punë kanë ata. Hashnet. Katër njerëz të armatosur po lëvizin këto anë. Dyshojmë se njëri prej tyre është kreu I komunistëve të zonës, Visari. Alo, a më dëgjoni? Po, ju kuptova. Po, ne jemi pak. Duam përforcime. Si urdhon. Si urdhon.
Bërë mor hajvan. Si sëllove. Ata duhet nga për të zëllë. Po qajmë do të haj, drejqi të haj. Të ka zënë mali, që e pyet edhe për gurët e shtëpis. Po bëhet djali 8 muajsh edhe unë se njoh se kam parë. Na mlizë. Vazhdon të apish akoma? Është i keq drejgji, po se le dot. Ku do në presin uvën gjandarët. Kjo s'ka të bëj fare me beslidhin e katundarëve me bajraktar. Është vërtet e çuditshme. Ka diçka që nuk shkon. Jovani kërkon të bëjmë konak diku dhe të çlodhin. Jo, nuk do ndajmë. Po fjetëm do të na zënë gjumë. Nuk munden, jemi lodhur, nuk e si dot. Atëherë ri këtu. Ose kthehon shtëpi ose mbyllet se na çave vesh. Jo, nuk do ndajmë. Eci. E shikon atë kullën aty? Pa. Është Eliko Damit. Ik takonën edhe pyet. Nisu. Do të rasim atë gruan. Të paktën të na jap diçka për të ngrënë. Duhet largojmë me njerë visa. Kemi reshatin, s'mund të lëm vetëm. Të futemi në fshat të bien. Do vritemi. Ky është reshat. Unë po shkoj. Ju më prisni atje. Refat, çfarë ka ndodhur? Fol. Jovani. Iku. Ecë. Mos u dhoni! Po dorëzohem. Nuk jam komunist.
Ja dhe pak sa të mbrim në vilas. Aty kemi njerëzit tanë. Në unë shiko të bëjnë si ti. Shoku nuk lijet. Po, des. Ti duesh partisë. Mirë. Kjo dokumentat. Ik. Unë do të mbroj shtëpi. Mas folma. Bau. Visar! Po të njekin. Kthe unë kullën teme. E kam edhe unë i pushke kësa herës për koriti kullën. Jo, se Gjermanët bëjnë terror. Më mirë të vditë mund se popull. As ke besim të kuna? Po jam përenga pres po mjef. Sige fëmijët. Merë, do të majnë ngrohtë. Një pikuj. Hajde brenda. Jo, se digjet shatë.
është e vërtetë se ka vdekur Visar Shundo? Jo. Shko u thua edhe të tjerëve se burrat të tillë nuk vdesin.